أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise pas shkëputjes që kishim me rastin e ardhjes së muajit madhërishëm të Ramazanit, mexhlise në të cilat ne i zbërthejmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka grumbulluar dhe përmbledhur në një libër njëri prej kolosëve të Islamit, imamit të madh të muslimanëve, dietarit i cili pak ka jetu, po shumë kalon, Imam Neveviu rahimullahu taala, i cili e kalon pas vete një libër me titull Riyadus Salihin, kopshti i burrave të devotshëm. Dhe mësimin e fundit para Ramazanit e kishim fillimin e një kapitulli të ri, kapitullin e 80 me radhë që nga fillimi i librit, kapitulli i cili flet për obligimin që kanë muslimanët kashi kryetarit musliman për t'u bindë dhe për ta ndëgjuar atë, dhe se nëse kjo ndodh në gjëra që nuk janë mëkat, dhe se e kanë ndaluar t'i binden atij dhe të ndëgjojnë atë nëse ai urdhëron në mëkat. Pasi e sqaruam kapitullin, ajetin, filluam me hadithin e parë, hadithin 663 me radhë që nga fillimi i librit, dhe këtu e kemi mbajt 2 mësime në fillim të sqarimit të këtij hadithit, dhe sot vazhdojmë e tutje me pjesën që na ka mbetur. Thot Imam Neveviu rahimahullahu taala: "Wa an Ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: 'Ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه." Thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: individi musliman e ka detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe të bindet, të nështrohet në gjërat që i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë prej kryetarit musliman, përveç se nëse ai urdhëron në mëkat. E nëse ai urdhëron në mëkat, atëherë as nuk dëgjohet e as nuk i nënshtrohet atij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e tij. Pra, na kemi dhënë edhe mësime paraprake në kapitujt e mëhershëm, të cilat kanë dhënë sqarime të rëndësishme në lidhje me pushtetarin, detyrat dhe obligimet që i ka ai. Dhe pastaj kemi filluar me fol kur të është shoqëria muslimane me një kryetar musliman, i cili i udhëheq ata sipas udhëzimeve kuranore dhe atyre pejgamberike, dhe se muslimanët e kanë detyrë dhe obligim me rujt unitetin e shoqërisë dhe me respektu të parin e tyre. Se kjo është logjika e thjesht e zhvillimit shoqëror të çdo shtëpie, e mos flasim të një shoqërie shumë milionshë. Nëse krijohet kaos edhe s'ka rregull edhe hierarki, ku askush askën nuk e respekton, kur askush askujt nuk i bindet, çdo kush shtet në veti që themi na, atë nuk ka zhvillim, nuk ka përparim ai shtet. Andaj prej
karakteristikave që i solli Islami në zhvillimin e jetës shoqërore është edhe kjo, hierarkia dhe organizimi shoqëror, ku caktohet një i pari dhe musliman detyrohen dhe obligohen t'i binden atij dhe të zbatojnë urdhnat e tij. Dhe kjo e konsolidoi shoqërinë muslimane, krijoi homogenizim mes tyre, i parafroi pikpamjet, do thot qëndrimet, qasjet, i bëri ata të gjithë të ndihmojnë njëri tjetrin në zhvillimin e jetës shoqërore, duke e shmang individualizmin dhe egoizmin, dhe kështu ata u bën një forcë e ndryshimit të madh botnor, edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e shkencës, po edhe në aspektin ushtarak, po edhe në aspektin e zhvillimit shoqëror dhe kulturor. Edhe andaj u prodhu ai civilizim dhe qytetërim i cili ishte jashtëzakonshëm dhe akoma ka gjurmët e veta në botë. Dhe është synimi i çdo muslimani të sinqert rikthimin e atij civilizimi dhe atij qytetërimi që e prodhoi Islami si fe, duke e pranuar këtë fe burra të sinqert, të devotshëm, të pastër, të ndershëm, intelektualisht të ngritur, dhe ajo që ka ndodhur kalumen nuk është e pamundshme me ndodh edhe në tashmen, edhe në të ardhmen. Po çka mungon? Mungon qasja e atyre burrave ndaj fesë. Mungojnë ata burra me kuptimin e vet ndaj fesë. Mungojnë ata burra me sakrificat e tyre të mëdha për këtë fe. Kur të vinë ata burra, ose kur të bëhemi na si burra, atëherë gjithsesi edhe Islami do i kthehet ai lavd dhe ajo pozitë që kishte në të kaluar. Për gjërave që metëm për t'i sqaru është meselja që kanë përmend dietarët e fikut, nëse muslimanët e kanë një kryetar musliman, a kanë të drejtë ata të rebelohen ndaj tij dhe të tentojnë të rrëzojnë atë nga pushteti, të bëjnë grushtet, apo të paraqesin, do thot, mocion ndaj tij, pakënaqësi ndaj pushtetit të tij e kështu me radhë. Na përmendëm se ulemat kanë treguar mesele të ndryshme në lidhje me këtë çështje, dhe kjo tregon largpamësinë e sheriatit islam, i cili që në ato kohra para 1400 viteve ka folur për këto mekanizma që sot janë aktuale në zhvillimin e shteteve, se si përzgjedhet kryetari i shtetit, cilët janë ingerencat dhe kompetencat e kryetarit të shtetit, dhe cilët janë kriteret që duhet i përmbush një kandidat për me qenë kryetari i shtetit, pastaj mënyra, obligimet e shoqërisë ndaj atij kryetari dhe mënyra se si ndodh largimi i tij. Dhe ajo që kanë përmend dietarët në atë kohë ka qenë domethënë kjo, se pushtetarët janë kategori. Pushtetar besimtar dhe pushtetar jo besimtar. Në momentin që ai është jo besimtar, qasja ndryshon, edhe raporti i shoqërisë me të ndryshon. Nëse është besimtar, ka mundësi me qenë i drejt, edhe ka mundësi me qenë i padrejt. Nëse është besimtar dhe e zhvillon shtetin në frymën e interesit të fesë dhe të shoqërisë, duhet ndëgjohet edhe të respektohet e të bindemi atij se kjo e zhvillon shoqërinë. Nëse është i padrejt, e padrejtësia e tij është në dam tonin personal, ama feja fiton nga guximi, heroizmi i tij në përhapjen e Islamit, atëherë muslimanët i japin përparësi fitimit të Islamit dhe shtetit para fitimit të tij personal. Edhe kjo ka ndodhur me shumicën e xulefave të dinastive pas khilafetit të drejtë, të sahabeve
me Hasanin radiallahu anhu me gjmejin, kohën e Abasidve, edhe në kohën e Mevidve, edhe në kohën e Selgjukve, edhe kohën e Osmanlive, pushtetarët musliman kanë pas gabime dhe mangësi, ka pas raste që dikujt i kanë bo padrejsi, mi për në përgjithësi kanë qenë në shërbimin e kauzës së islamit dhe forcimin e shtetit. Në ato situata, interesi më i madh i shtetit edhe i shoqërisë është të respektohet ai kryetar dhe të mos tentohet të bëhet grushtet atij për shkak se interesi i fesë është duke u zhvilluar. Po në situata kur ai lere që nuk është një drejt ndaj shoqërisë, por edhe nuk është në shërbim të kauzës së islamit, bile e lufton edhe dëmton atëherë ulemat kanë para pa dispozitat fikore se kujt i lejohet edhe kur i lejohet prej muslimanëve t'i dalin karshi aty për shkak të zullumit dhe padrejtësisë që kanë, dhe këtë e kemi sharu në mësimet e kaluara. Tani kemi arritë një pikë që e kanë përmendur dietarët, sa duhet me pas numër muslimanat për t'i dalë karshi një pushtetar i tillë zullumqar ose jo besimtar. Dhe ulemat kanë dhënë mendime të ndryshme. Dikush ka thonë edhe një numër i vogël nëse është, dhe shprehin revoltën e tyre ndaj këtij pushtetari, llogaritet se është rebelim karshi tij. Disa dietarë kanë me dhejbit Imam Malikut, ulemat e me dhejbit Imam Shafiut kanë thonë, jo, nuk është puna një numër i vogël me qenë apo i madh, po ata duhet me qenë të organizuar, që me pas një prijes dvetin të cilët ju kanë bind, edhe ai të organizon njerëzit për t'i dalë karshi atij pushtetarit, atëherë llogaritet se janë rebelu karshi tij, s'është me rëndësi a janë pak a janë shumë. Kurse dietarët e mëdhëbit Hambeli dhe ata të mëdhëbit Hanefi kanë thonë se 1 apo 10, një numër i vogël që tregon pakënaqësi dhe shpreh revolt karshi pushtetarit të kohës së vet, nuk llogaritet rebelim, por duhet të jetë një numër aq i madh sa që paraqet forcë reale për ta ndryshuar atë pushtet, dhe se prijesi i asaj kohe, do thot, për të ballafaqur me ta duhet mu përgatit, duhet me e mobilizu policin apo ushtrin, si ka mekanizme mbrojtëse të tij. Pra do thot, edhe te numri se sa duhet jetë numri atyre që shfaqen revoltën e tyre, pas ka sqarime për dietarëve. Na sot, në shekullin e 15 hijretit, kur i lexojmë këto mesele në për librat e juristëve musliman, duhet ta kuptojmë një gjë, vëllazëri, për te asaj problematikës së përplasjes mes pushtetit dhe opozitës në sistemin politik islam, duhet ta kuptojmë një gjë. Dhe kjo mendoj se duhet na bën shumë krenar. Shifni çfarë imëcira dhe çfarë detaje ka në jurisprudencën islame. Kur këto muhabete në botë kanë qenë të pranishme të muslimanët, në botë as ka pas koncept shteti zhvilluar. Po ka pas princer e mbretër e dominant me forcë ushtarake, edhe kjo ka qenë. S'ka pas ku një farë ligji dhe rregulli për t'i zhvilluar këto gjëra. E për kësaj çka du me thonë? Du me thonë sa është e dhimbshme që na sot muslimanë në shekullin e 15 me qenë aq të nënçmuar edhe të marginalizuar, edhe tentohet vazhdimisht nëpër mediat tona të folet për islamin dhe sistemet e tija që i ka, qoftë ai besimor aka ideologjik, qoftë ai moral, qoftë ai shoqëror, qoftë ai politik, me ardhë dikush aq i pa informuar, aq i pa ditur, me fol me përbuzje për sheriatin islam. Edhe me e kufizu sheriatin islam vetëm tek meselja e ekzekutimit të dënimeve fetare, kodit penal që quhet. Kur islami është një tërësi shumë më e madhe se kjo, të i lexu këto detale që ndoshta për një pjesë të juve janë të parëndësishme edhe kokçarëse,
duhet me kuptu këtë pjesë. Me kuptu se na në shekullin e 2, shekullin e 3 të Islamit, kemi pas një sistem perfekt të zhvillimit të shtetit. Dhe ajo e ka mojt shtetin në kam deri sa këtë bota u qu, merzu khilafetin islam dhe me përfundu atë sistem politik në botë. Edhe sot ne e shohim vazhdimisht se çfarë luftet të egër bën bota në përgjithësi pa përjashtim krejt. Kundër shfaqjes së një shtetit i cili me bindje dhe krenari e ka referencë vetëm veten në zhvillimin politik të atij shtetit shariatin në Allahu Xhelal. Edhe kur e shohim këtë histeri e cila i kap krejt të shtetet hegemoniste në botë, imperialiste në botë, megjithëse hegemonia dhe imperializëm janë terme komuniste kundër perëndimit, po fatkeqësisht janë të vërteta. Edhe këtë luftë e egër kundër islamit dhe shariatit të Allahut xhallahu, saqë edhe shumë hoxhallar dhe musliman sot e llogaritë se është e pamundshme me u rikthy shariati dhe gjykimi me të, fatkeqësisht ne e kuptojmë se sa i madh është shariati i Allahut xhallahu. Dhe sa i rëndësishëm është për botën. Dhe sa humb bota në mungesë të shariatit të Allahut xhallahu. Megjithëse shpesh ata edhe në kalumen, edhe sot marrin dhe përvetsojnë dhe vjedhin nga kodet juridike islame shumë gjëra. Shumë gjëra. Por i fshejnë ato dhe i kamuflojnë. Mirë po, ajo që me pas parasysh ne si musliman, është të ndjejmë veten krenar që kemi me vete, si trashëgimi fetare, historike, juridike, këtë korpus të këtij sistemi politik islam, i cili ka zhvillu një peranduri jashtëzakonisht të madhe, që dobia nga ekzistimi i asaj perandurie është hala i pranishëm edhe sot. Dhe aq sa më shpejt muslimanët fillimisht i kthehen shariatit të Allahut xhelal, aq më tepër rregullohet jeta e tyre dhe do ketë zhvillim të madh jo vetëm brenda atij shtetit, po edhe në rajonin ku ekziston ai shtet, po edhe në botë pastaj me kalimin e kohës. Kjo është si mesele. Mesela tjetër që kanë elaboruar dietarët në lidhje me këto hadithe është a ka të drejtë gjatë historisë me pas momente kur ka dy kryetarë musliman. Edhe kjo është mesele elaboruar me detajet e veta. Dietarët musliman, shumica prej tyre e juristëve, fukahave, kanë thonë se në një shtet musliman nuk lejohet me pas dy kryetarë musliman. Edhe kjo është vendim që gjatë historisë islame është zbatu, sepse është edhe argumenti fetar ai që e jep peshë mendimit, por edhe realiteti, se në momenti që ekzistojnë dy kryetarë në një shtet, nuk do ketë zhvillim, do ketë kacafytje, grindje, përplasje, harxhim të energjisë mes vete dhe nuk do ketë fuqi dhe energji për zhvillim. Po do shkon pjesa më e madhe e energjisë në argumentim mes vete. Edhe ky mendim ka qenë dominant, do thot tek muslimanët, dhe kanë thonë se nuk lejohet me pas dy kryetarë musliman, duhet me qenë vetëm një, për shkak të haramit të përçarjes së muslimanëve dhe dobësimit të tyre, pasi që prania e dy kryetarëve i përçan ata edhe i ndan ata. Mirë po, tani kam para pa në atë kohë ku ka qenë bota islame një shtet, një tërësi gjeografike, prej Kinë deri në Maroko. Kam para pa se kjo gjërësi e madhe gjeografike shpesh herë ka mundësi me kriju një situatë të mungesës së kontrollit për këtë territori, apo me pas shkëputje, për shembull mes khilafetit që ka qenë në lindjen e mesme edhe asaj që ka qenë në Andaluzi, për shembull, në një prej etapave historike.
E kësi situata a lejot me pas dy shtete muslimane, pasi s'mujna mi bo na kretë bashkë, për shkak se ka ndërperje dhe shkëputje. Mirë po, është një shtetë musliman në lindjën e mesme, si që ka qenë khilafeti Emevit, edhe një tjetër që ka mëri deri në Gadishun Iberik, në Spanjën e sotit. Edhe së mund është i me lidh me zvete, kësi situata a mundet me pas dy shtete muslimane me dy kryetarë musliman, ulemat kanë thonë në kësi situata, kur në më thonë janë të tilla situata geografike, lejohet me pas dy shtete me dy kryetarë musliman, sepse ata nuk janë një tërësi, edhe nuk krijohet kjo përçarje mes tyre, edhe kjo përplasje mes tyre. Po gjithashtu e kanë parapa ulemat, kanë nëse zgjidhen dy kryetar, një pjesë do të ketë kryetar, një pjesë do të ketë kryetar. Ç'a më bë? Ulemat kanë thonë gjithashtu mendime të ndryshme. E para kanë thonë beslidhja me asnjërin prej tyre nuk vlen. Asnjë prej tyre nuk vlen. Derisa të unifikohet qëndrimi i muslimanëve për një kryetar. Kjo është një prej mendimeve që kanë thonë. Dikush ka thonë jo, i pari që zgjedh, atij pranohet pozita dhe pushteti. I dytit i refuzohet. Të tjerë kanë thonë jo, as i pari as i dyti, po me short. Ku i del shorti, ai jetë kryetar. Ku i del shorti, ai bie nga pozita e kryetarit. Shifne, edhe këtu kemi imcira, mekanizma për ta zgjidhur një problem. Problemi nuk është më i vogël, është problem shumë i madh. Se ka interese të grupeve të mëdha, ku rreziku nga mosmarrveshja mundet me sjellë të vllavrasja. Ande këto mekanizme që ne sot i themi me një, do thot, fjalë goje, edhe ti ndëgjon me një mezhjes për 5 minutave, në momentet praktike, ato japin dy porosit mëdha. E para, kontinuitetin e shtetit, e dyta, ruajtjen e unitetit. E këto janë punë të mëdha, mbrenda një familjes, e mos flasim për një shtet i cili ka me miliona qytetarë. Edhe njerë për rikthej atë që thash më herët. Nga këto detaje që na sot imi të i përmend, nuk kemi të i dhonë juve kurs për sistemi politik islam. Po veç jemi të tregu se sa i avansum është sistemi politik islam. Shumë shekuj, për para se me pas shtete, me kësi lloj konceptesh bashkore, Islami ka ofru ofertën e vetë të ndërtimit të shtetit. Edhe në bazë të kësaj oferte është ndërtu perandoria islame. Ajo quhet khilafeti. Edhe në bazë të këtij koncepti politik islam dhe këtyre degëzimeve juridike, këtyre sqarimeve të detajizuara juridike, është zhvillu shteti. Edhe andaj ajo që ka ofru Islami o vllazni, e bën krenar çdo musliman. Bile është lanë studimi për krejt jurist e sinqert në botë. Edhe nuk ka jurist i vërtet e sinqert i cili nuk ka respektin maksimal mbi sheriatin islam. Në aspektin profesional për flas. S'mundet ai me hy këto detaje, me lezu, të pas parasysh epokën historike kur janë zhvillu, e ai me thonë, ja kjo është prapa meturie, se kjo nuk ka rëndësi, se kjo nuk ka vlerë. S'mundet. Përkundrazi, nëse hyn edhe lexon këto detaje, të e pas parasysh kohën kur janë prodhu këto dispozita juridike ligjore, ai ka me thonë kjo është për mahnicje, zotën, ajo që kemi na sot, që ka sigurisht e vjedhun, e kopjuar për asaj që kanë ofruar muslimanët në atë kohë. Edhe në anën tjetër na jep një mesazh edukimi shumë të rëndësishëm, se muslimanët të gjitha kohrat, e sidomos në kohrat e vështira, duhet me dhënë prioritet unitetit, bashkëpunimit, debatit mes neve po debat i cili nuk shkakton përçarje mes neve, debat i cili nuk shkakton përjashtim të njëri tjetrit. Do bisedojmë
do debatojmë, do përplasemi akademikisht, intelektualisht, me fakte dhe me argumente, me të kuptuarat dhe të nën kuptuarat tona për argumentit, por nuk do e prek kjo vëllazërinë tonë, bashkëpunimin tonë, përkrahje njëri tjetrit nga ana jonë. Sepse përçarja është mekanizmi më i madh të cilën e përdor shejtani i mallkuar dhe gjithë udhëtarët e tij në luftë kundër Islamit dhe të vërtetës që ofron Islami. Historia islame është për plot shembuj të mosmarrveshjeve akademike që kanë pas muslimanët dhe tjetrës, dhe bashkëpunimit dhe unitetit mes vete. Po, është mëdhëbi Shafi, është mëdhëbi Hambeli, është mëdhëbi Maliki, është mëdhëbi, do thot, Hanefi, kanë ekzistuar shekuj me radhë. Edhe ata vazhdimisht mes vete kanë pas debate. Sikur si tash e shohim, ky ka thonë kështu, ai ka thonë kështu, ky thotë kështu, ky. Edhe na tani veç i përmendëm si përfaqësisht po me mi apru argumentin këtij mëdhëbit, argumentin atij mëdhëbit. Përgjigjen e këtij mëdhëbit për argument atij mëdhëbit, përgjigjet e atij mëdhëbit për argument e këtij mëdhëbit, sa dush ilna për librat përmendur. Edhe këto kanë qenë të pranishme realisht në çdo xhami në atë kohë. Se muslimanët kanë qenë të ngritur fetarisht. Unë sot me asharu juve këtë temë, kam ju zonë gjumi se s'ju intereson juve, e para e dyta nuk i dini. Ama muslimanët kohën e hershme të Islamit i kanë ditë edhe këto janë studiuna për xhamia, se xhamiat kanë qenë universitetet e botës islame. Edhe andaj prej asaj kohe universiteti në gjuhën arabe ala i thuhet xhamia, domethënë vend grumbulluesi i studentëve. Se në për xhamia janë udhëheqë të mesele. Por ajo që gjithashtu bie në sy është se muslimanët kanë jetuar më një qytet, më një mahall, edhe një hoxhë ka dhënë një sharim, e tjetri ka dhënë një sharim, po ato mes veti apo e kanë çuar normal si vllazni. Që fatkeqësisht nuk është sot çështja. Sot më ardh një hoxhë me pas një qendrim, e tjetri me pas një qendrim ndryshe. Kjo më njëherë i polarizon xhamatet e dy hoxhallarëve. Fillimisht, ndoshta edhe vetë ata dy hoxhallarë fatkeqësisht i polarizon, pastaj edhe xhamatin mes tyre polarizon, edhe shkon një kohë gjatë 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, derisa ta marrin vesh se kjo kanë normal, nuk duhet shumë afër zemrës më. Marr na i na vllazën, ajo që neve na bashkon është shumë më e madhe dhe më e rëndësishme se ajo që neve na ndan. Edhe e shohim në këtë zhvillim tek xhamatet tona, flas te populli jon shqiptar, që kalojmë ato fazat e fëminisë drejt fazës e pjekurisë, e nga faza e pjekurisë në fazën e pleqërisë, sikur se njeriu që është fëmijë, piqet, rritet, e plaket, ashtu edhe xhamatet njëjtë kalojnë ato fazat e njëjta, edhe në fazën e fëmijërisë grinden mes vete kot e kot, idhrohen mes vete kot e kot. Janë faza që fatmirësisht shohim na që kanë zhvillime pozitive, kalojnë ka pjekurie, inshallah ummeti islam përgjithësi edhe muslimanë shqiptar piqen edhe mosmarrveshjet e tyre akademike nuk i shndrojnë në përçarje mes vete dhe harxhim të energjisë në luftë kundër njëri tjetrit, sepse Islami na mëson neve që ta kemi të qartë qëllimin e krijimit ton, rrugën e cila na ndihmon të arrijmë këtë qëllim dhe pastaj të gjitha kapacitetet tona psikofizike që kemi, intelektuale, materiale, morale, kështu me radhë, ti shfrytëzojmë në shërbim të njerëzimit në përgjithësi. Prej mësimeve dhe porosive që dalin pas përmendjes së këtyre rregullave dhe dispozitave juridike fikhore që dalin nga ky hadith, janë disa prej tyre. E para, do thotë raporti mes qytetarit dhe kryetarit. Edhe thamë se raporti bazë ndërtohet mbi ndëgjimin dhe bindjen. Dhe se muslimanët, secili një nga një, ka detyrë dhe obligim ka shqip pushtetit dhe pushtetarit musliman që të shprej ndëgjimin e tij dhe bindjen dhe tyre.
Normalisht kur ky pushtet nuk e urdhon atë në mëkat. Edhe shihni kjo pjesëza, kur nuk e urdhon në mëkat është e potencume të gjitha pjesët e hadithit. Për me tregu se qëllimi i pushtetarit nuk është me marrë pushtetin dhe me ushqy egon e tij, ose me grumbullu pasurinë për te. Po qëllimi i tij është me urdhëru në gjëra me të cilat është i kënaqur Allahu. Pushtetin përgjithësi dhe kryetarin veçanti e kanë duhet ta kenë këtë qëllim në konceptin e politikës islame. Ai e merr pushtetin për ta zbatuar ligjin e Zotit dhe për ta fituar kënaqësinë e Zotit. Edhe nëse një njeri e merr pushtetin me këto qëllime, gjithsesi populli ka me tregu bindje ndaj tij. Ama nëse e merr siç është tash fatkeqësisht realiteti, se shumica dërmuese e njerëzve e synen pushtetin për ta, do thot, gëzu autoritetin e vet dhe për ta përgëllnu pasuri, atëherë normalisht ai nuk e ka qëllimin as me fitu kënaqësinë e Allahut, as me zbatu ligjin e tij, po thjesht me e kënaqë veten e tij dhe me zbatu ligjet që i sillin atij interes vetëm. E s'është më rëndësi as pak populli dhe shoqëria. Këto situata ndodh kjo që jemi duke pa tash në botë përgjithësi, ku ka përplasje, ku ka trazira, ku ka mendime të ndryshme, qasje të ndryshme, oferta të ndryshme, dhe kjo ka me vazhdu gjatë kohë me qenë e pranishme në botë derisa bota bindet dhe muslimanat veçanti se s'ka shpëtim, s'ka zgjidhje përveç se nëse na i kthehemi fjalës së Allahut Dhul Gjelal dhe porosisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Koha që kemi në disponim na përfundoi, na këtu do ndalemi sot që nesër me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Gjelal të vazhdojmë në atë pjesë që na ka mbetur të sqarimit të këtij hadithit, duke lutur Allahun e Madhëshëm vazhdimisht në ebdijet e dobishme dhe vepra të mira, në hap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime dhe porosi, lutim Allahun e Madhëshëm na bashkon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.